ne jemi mësuar që të lexojmë dhe ato që kemi lexuar të udhëtarëve të ndryshëm, por Sven Auren, një suedez i cili ka qenë në vitet 30 në Shqipëri, ka sjell një libër me të vërtet shumë të rrallë. Ky është libri origjinal me kopertinën origjinale të vitit 1936, mos gaboj. Është botuar 36-ën. Ju jetoni në Suedi dhe na keni sjell këtë libër në Shqip. Pse ka vlerë ky libër për ju? Për mua ka vlerë të jashtëzakonshme një herë që ky flet për Shqipërinë dhe më duket që është aq objektiv, sepse Sven Auren nuk ka pas asnjë interes ta zbukuroj ose ta shaj ose si thosh ta përçmoj Shqipërinë. Pra ai ka bërë interes me që ka qenë larg Shqipërisë, po ishte grek, serb. Precis, atë sepse Suedia janë më shumë neutrale, nuk janë të inkuadruar, nuk kanë qenë, por ky është një shkrimtar, gazetar, radiofolës, jurist, i ka të gjitha edhe është i rrallë në shkrimet e tij, sepse ka shkruar nga këto 55 libra. Po? Edhe ka qenë në të gjithë botën, kudo që ka qenë i ka pasqyru, ka qenë domethënë me të vërtetë i njeri shumë i, si thosh, i ngulitur, e ka studiu para se me shku në atë vend. Ka qenë, siç thotë ky, unë u armatosa me material për të bërë një udhtim. Ju si keni përfunduar në Suedi vet për të ardhur përsëri te libri dhe për ta shpjeguar për teleshikuesit? Unë kam lënë Shqipërinë, ose siç quhet atëherë quhesh, ose arratis. Në cilin vit? Unë jam arratis më 8 gusht, ka qenë ete për Elbasani jam nis, edhe më 10 gusht të shtunën kemi kaluar në Maqedoni, në Strug, në Belic, pastaj poshtë në Strug. Në cilin vit? Në vitin 1963. 63. Sa vjeç ishit në atë kohë? Pa moshë 26. Në gazetarit Sven Auren më rekomandoi një shqiptar që kishte emigruar në Suedi, që ishte arratis edhe ai. Ai më tha që një suedez ka shkruar një libër shumë bukur dhe atëherë e kam marrë, edhe e shih në atë libër, është i bibliotekës se s'kishte, sa është shtyp në 36-ën edhe e ka marrë në atë kohë paguhej libri, po të mos e dorëzoje edhe e ka majt aty ka dhe shënim që edhe është majt ca kohë. Për me përshkruar Shqipërinë si e shefaj në sytë e tij. Me që i pëlqeu shumë kur ka ardhur një herë në vitet 30, duhet të ketë qenë ke 31 diçka kështu, erdhi bani mujnë e mjalit, e shumë i pëlqeu këtu. Erdhi kur martu Ahmet Zogu, mbreti, edhe ka ardhur me automobil. Mendoj ti me ardhur për Stockholmin, nuk e di nga Serbia, Bullgaria, ne vështirë ishte natyrisht për benzin rrugës, por ashtu është. Nuk e thot aty sepse ka ardhur martesën, po e thot ke këto artikuj që ka bëm 68-ën. Nëse Sven Auren do ishte sot udhëtar në Shqipëri, si do ta tregonte, si do ta përshkronte Shqipërinë ai? Shqipëria më e rregulluar natyrisht, më e pasur, njerëzit më të veshur, më të shkolluar. Për sa i përket qetësisë dhe këto gjëra të tjera, domethënë ma një formë çrregullimi, themon.